Live. Okej, presem. Qovin që bëhet me Instagramin tim. Mirë se erdhe, Albana. Mirë se erdhe të gjithë. Po lëm pak hapësirë për gjithë, do t'jemi një orë në live. Në një live të ri, i cili do t'i fokusohet nga ky dhe të tjerë që do jenë, vetëm zhvillimit emocional. Hej, Petrit, si e? Kam përshtypjen që të për 2 orë ke diçka ti atje, a? Eliona, faleminderit. Kozeta, mirë se erdhe. Erblin, si o shpirt? Tu nga Albi. Pas kam nga trajnimi një workshop, tani më doli këtu lartë. E-maili. Sorry, është nesër. Okej, atëherë. Nuk e di ku ndodheni realisht dhe cila është vendi, por me qenë se unë të live do ta apo mund ta bëjmë në fund të live-it këtë gjën. Mund ta bëjmë të në fund të live-it këtë gjën. Live-in do ta postoj dhe të gjitha live-et që do bëhen do t'i postoj dhe të gjitha live-et do t'i marr dhe do t'i hedh edhe në YouTube në Frank Economy Podcast që sa më shumë informacioni që nuk është asnjëherë mjaftueshëm, si thuash, në lidhje me zhvillimin emocional të jetë pjesë e thestarit tonë për të thestarit tonë të informacionit, le të theme. Ju falenderoj të gjithëve që jemi pjesë e këtij live-i. Unë nuk e di se sa vite kam pa hyrë në një live. Do ta bëj në mënyrë të tillë që nuk e di nëse për të shoh pak cilat janë opsionet që ka akoma. Një sekond. Të shoh diçka këtu. Okej. Hela. Doja vetëm të shikoja nëse çfarë janë këto opsionet këtu, ose po e zhbërloj edhe unë tani se jam dhe unë kështu si gjysmë e re. Okej, atëherë, keni këtë pikë pyetje këtu poshtë, që nëse keni pyetje nga çfarë unë do të them më lart, në varësi të pyetjeve do marr kohë brenda të 60 minutë për të përgjigjur pyetjeve tuaja. Okej? Dako tutu. Kaq, për kjo çfarë është këtu kjo opsioni. Okej, kjo është për të live me mua. Keni edhe këtë shigjetën për nëse doni të dërgoni live ndonjë personi që mund të jetë pjesë e kësaj gjëje dhe i gatshëm për ta dëgjuar. Atëherë, unë doja të bëja diçka ta ul pak këtë që mos më shpërshëndrojnë këto. Okej, diçka e ula. Pra, nëse ju bëhen pyetje, atëherë ju mund t'i vëni ndosë tek ajo si logo e WhatsApp-it duket. Unë do të filloj të them atë se çfarë unë kam nevojë të them. Nga ana tjetër, të gjithë që jeni pjesë, do t'i bëja ftesën që nëse doni të thellojeni më shumë zhvillim emocional, nëse kemi edhe masterclassin në orën 8 të darkës për 2 orë gjysmë. Pra do bëj unë ligjërat 30 minutë që pyetjet e fundit do jenë pyetje për ju dhe do të jetë i regjistruar. Çka do të thoni që mund ta shikoni her pas here. Pra jepet regjistrimin në mënyrë të tillë që ju të zhvilloheni sa më shumë dhe të merrni sa më shumë informacion, sepse nga eksperienca ime është shumë, jo vetëm e nevojshme ta kemi këtë informacion, por është edhe e vështirë për ta marrë, në thonjza, jo e vështirë, po do shumë përsëritje ky lloj informacioni, sepse jemi shumë pak të rrahur, përgjithsisht jemi të rrahur me informacione të fushës së zhvillimit personal që i përkasin më tepër manifestimet, por jo aq shumë e thellë është pjesa e zhvillimit emocional në ndjenjën time. Atëherë, unë po filloj të flas atë se çfarë unë dua të them. Duke çfarë është ky zhvillim emocional. E vërteta është që unë kam një shprehje që e them shumë dhe e thon dhe shumë nga mësuesit apo ekspertët në lidhje me traumën emocionale. Ne jemi të rritur në dukje, por jemi duke e parë botën, jemi duke e parë veten, ashtu sikurse neve na janë instaluar fillimisht besimet tona për veten dhe për botën që kur ishim fëmijë. Dhe nga ana tjetër,
përveç këtyre bestimeve, këto janë të asociuara shumë me gjurmime emocionale të rrënjosura dhe të ngecura në atë mënyrë brenda në trupin tonë. Mënyra se si bota sot ecën dhe mënyra se si bota sot është e ndërtuar është që neve jemi duke xhiruar gjithkohës në mendje. Duke xhiruar gjithkohës në mendje dhe duke qenë se ajo ka content apo përmbajtje informacionet e mendimeve tona, ka shumë ngarkesë emocionale, ato kanë shumë forcë neve të na thithin dhe ne të jemi të ngelur këtu. Pra, nga që ka shumë forcë emocionale, përmbajtja e mendimeve tona, narrativa mendore që ne kemi, ne ngecemi në mendjen tonë. Në momentin që ndodh kjo lloj gjëje, ne që aty e kemi bllokuar apo kemi mbyllur çdo portë që i ofrohet shërimit tonë emocional. Pse? Sepse shërimi emocional është një shërim i cili bëhet kur ne lidhemi me trupin, jo kur ne xhirojmë në mendimet tona. Përgjithsisht, apo në fillim, shkenca e psikologjisë është krijuar si një terapi e të folurit. Pra u kuptua që kur njerëzit fillonin të flisnin shqetësimet e tyre, simptomat e tyre fizike që ato kishin ishin të reduktuara. Dhe kështu kuptua që nëse një person flet me një person tjetër, atëherë kjo e lehtëson. Dhe kjo është 100% e vërtet. Ne këto e vorrejmë kur flasim me një mik, flasim me një dashur, kur flasim me një prind, apo nëse jeni aq më tepër në një marrëdhënie terapeutike. Ndjeni të lehtësuar sepse ndjeni të dëgjuar. Por kjo nuk siguron transformim. Kjo nuk siguron integrim emocional. Kjo është thjesht në një farë mënyrë ndonjëherë është vetëm një shmangje nga shërimi i vërtet. Se themi, lehtësova tani për momentin jam më mirë dhe vazhdojmë gënjejmë veten tonë. Gënjeshtja e vetes është një duket sikur është si tip pandemike, domethënë është aq e madhe gënjeshtja që ne japim vetes tonë, sepse jetojmë vetëm këtu. Dhe kjo edhe na gënjen. Përgjithsisht na gënjen kur jemi keq, na gënjen edhe kur themi që jemi bërë mirë. Mënyra më e mirë që neve të çekojmë se si ndihemi me vërtet dhe ku jemi për të testuar veten tonë është për të ndjerë është të lidhemi me trupin dhe të ndjejmë se si po ndihet trupi jon. Ama lidhja me trupin është një sfidë më vete, dhe e bëja për problem, por lidhja me trupin është një sfidë më vete. Pse? Duke qenë se kemi jetuar gjithmonë këtu lart, duke qenë se fokusi ka qenë këtu lart, të hyjmë këtu poshtë apo të zbresim sikur se them nga koka në trup, është gati e panjohur. Dhe jo vetëm se është e panjohur, por duke qenë se aty ka shumë emocione të shtypura, në një farë mënyrë ato sikur janë duke turfulluar në të pavetdijshmen tonë. Dhe nëse ne duam të lidhemi me trupin dhe duam të kuptojmë si po ndihem unë, them kam frikë, kam ankth, po ku e kam këtë ankth? Dhe na mund të rrimë këtë ankth në trupin tim, ne nuk mundem ta bëjmë. Dhe në momentin që ne nuk mundemi ta bëjmë një gjë të tillë, këtu vjen pengesa jone e parë. Kemi një rezistencë shumë të madhe ta bëjmë këtë lidhje me trupin, sepse ne nuk dim të rrimë me emocionet tona. Dhe në momentin që neve na mungon kjo aftësi dhe më pas edhe kapaciteti për të qëndruar me emocionet, ne ngecemi në përsëritje të vazhdueshme, në cikle të vazhdueshme emocionale. Dhe e vërteta është që këto cikle emocionale janë gjurmuar 0, 1, 2, ja dhe 3 vjeç. 3. Pra, e gjitha ajo gjëja që ne po përjetojmë tani në jetën tonë, apo eventet e jetën tonë të jashtmen, janë eventet të cilat, le të themi, rrënjën e tyre emocionale e kanë të kryer 0, 2, 3 vjeç. Ky imprint emocional është shumë i rrënjosur në ne. Dhe prandaj avanca e terapisë sot që terapitë më të avancuara janë terapitë të cilat nuk merren vetëm me narrativën mendore, me çfarë jemi duke folur apo si mendoj unë gjërat apo ma bëri kështu se ma bëri ashtu. Jo vetëm me këtë, por është ajo e cila lidhet me trupin dhe fillon terapia trup dhe pastaj ngjitet lart tek mënyra se si ne mendojmë. Pra, në momentin që ne nuk lidhemi me trupin, ne nuk do të kemi asnjëherë një integrim të vërtet, që është baza e një transformimi të vërtet në identitetin e një individi, por edhe në cilësinë e jetës tonë. Por edhe duke qenë se cilësia e jetës tonë është dhe cilësia e marrëdhënieve që ne kemi me njëri tjetrin, atëherë kjo është e lidhur e gjitha bashkë. Si mundet të lidhemi ne me trupin? Të lidhemi me trupin
është shumë e nevojshme fillimisht të bëhemi pjesë e informacionit e cila e mbështet këtë lloj informacioni, e nxit këtë lloj gjëje, e nxit në kuptimin e mirë të fjalës. Unë për shembull, këtu e përpara 4 vitesh tashmë, kur kam nisur trajnimin që kam bërë jashtë, në fillim ishte thoja, çfarë po ndjen se pjesë e terapisë, që çfarë ndjen? Edhe thoja, mendoj që është mërzi, për shembull. Pra, isha aq e pasigurt edhe cili është emocioni që unë po ndjej. Edhe më pas, duke qenë se bënim javë për javë, sesione normalisht që arrita më shumë të kisha vedije mbi trupin tim emocional. Pra, ajo se çfarë dua të them është që kjo është një praktikë e vazhdueshme e cila mbështetet shumë nga informacioni që dëgjohet. Dhe jo vetëm nga informacioni që dëgjohet, por edhe nga praktika që ne i bëjmë vetes. Por gjithmonë të dyja këto janë të bashkëlidhura. Sepse për shembull sot po lexoja një material në lidhje me gjëra të këtij lloji, dhe unë pa çka se e dija shumë mirë ato se çfarë po lexoja në forma të tjera nga njerëz të tjerë, u bë vite tashmë. Sot ajo e sot më zuri një rrënjë akoma më të mirë në mua, apo shkoj akoma dhe më thellë në mua, dhe mua më bën disa shifte në vetëdije, disa lëvizje në vetëdijen time, që unë tani e ndjej që i kam më të rrënjosura brenda meje. Pra, dëgjimi i vazhdueshëm në këtij informacioni, ashtu sikurse do të hyj shumë më thellë nesër tek masterclassi, është një hap shumë i rëndësishëm. Unë në video të kësaj gjoje, të këtij lloji, nuk e di nëse kalon ndonjë ditë që nuk jam pjesë e këtyre gjërave. Një është pasioni im dhe më tërheq zgjedh për mua, le të themi, nuk jam as e vetëdijshme si tash kur zgjedh për këtë gjë. Por është shumë e rëndësishme të rrim këtu. Pse? Sepse ne duam të ndihemi më mirë, duam të jemi më të kënaqur me veten, duam të ndjejmë edhe gëzim, duam të ndjejmë edhe frymëzim, duam të ndjejmë edhe paqe, duam të jemi të hapur të rrimë me njerëzit, apo të kërkojmë njerëzit, apo të kërkojmë ndihmë njerëzve, duam të rritemi, sepse kjo është dëshirë shpirtërore, është pjesa e asaj që ne jemi. Por kjo nuk është e mundur kur ne jemi të mbingarkuar emocionalisht, ose kur emocionet tona janë aq shumë të shtypura, të gjitha, dhe kur shtohet edhe një gjë tjetër jetësore që ndodh në jetën e çdo individi, mund të vijë momenti që ajo e fundit që shtohen është ajo që rrëzon të gjithë sistemin. Jo se nuk ka qenë i rrëzuar më përpara, po e kaloi në shutdown, e kaloi në fike, dhe aty është një moment që ne nuk kemi më fuqi për të bërë asgjë. Në momentin që nuk kemi më fuqi për të bërë asgjë, ne nuk mundet të rritemi. Sistemi jonë është plotësisht një sistem në mbijetesë. Dhe momenti që ne jemi në mbijetesë, ne nuk mund të ekspandohemi, ne nuk mund të zhvillohemi, ne nuk na vjen në mendje asnjë ide e mirë e bukur që do ik këtu të bëj këtë gjën, apo do dal nga zona ime e komfortit dhe do ndjek dëshirën time. Nuk e bën dot. Pse? Sepse gjithë mendja, gjithë trupi është duke pasur frikë. Dhe në momentin që mendja dhe trupi është duke pasur frikë dhe narrativa, mendimet janë të kësaj gjëje, ne nga niveli i mendjes është shumë e vështirë ta ndihmojmë veten. Dhe ky është momenti për të bërë atë që kemi frikë. Të lidhemi me frikën tonë dhe të fillojmë ta ndjejmë ashtu sikurse ajo është. Ama për ta bërë këtë gjë, sikurse e thash, është shumë sfiduese. Sepse do duam të ikim, do jemi të tensionuar, do i shpikim diçka, mund të ndodhi diçka që të themi që e di çat marr në telefon këtë shoqen dhe dal bëjmë një xhiro apo të kënaqemi sot. Këtë unë tani që më kujtuaj, mbaj mend këtu e diçka 5-6 vite përpara, ka qenë kjo gjë. Kam qenë duke hyrë shumë afër këtij informacioni të trupit dhe pavarësisht se ajo e thoshte këtë gjë që rrini etj, unë thjesht doja të krijoja vetëm justifikime për të dalë dhe për të marrë me diçka tjetër sesa të rria me emocionet e mia në trupin tim. Me thënë, as të bëj afër, ti afrohesh për ta ndjerë një gjë të tillë. Kështu që kjo është goxha sfiduese, ama aty fillon terapia e vërtet. Terapia e vërtet fillon kur unë filloj të lidhem me trupin tim emocional dhe të bëhem një mbajtëse për këto emocione që unë po ndjej. Dhe nëse ne kemi arritur deri te kjo pika,
kemi bërë një hap shumë të madh në zhvillimin tonë emocional. Në djenin time, në eksperiencën time, edhe në punën që bëj me klientët tashmë, është totalisht me shtresa si që ikë një gjë dhe një gjë tjetër, ikë një gjë dhe një gjë tjetër. Dhe duket sikur është shumë e errësirë, apo jo, se është punosh me fëmijërinë tënde, është punosh me të shkuarën tënde, është punosh me trupin tënd, është i ndjesh emocione, është të bësh një mbajtëse për këto emocione. Është një fush shumë komplekse, është një fush e cila ka shumë elemente, ka të mërësi shumë detaje. Unë jam shumë e lumtur që po e nisim nga pak këtë lloj gjëje këtu me njëri tjetrin. Tani po e lej pak një moment pauza dhe nëse keni ndonjë pyetje për çfarë kam thënë, po e bëj kështu, mund të ta bëni tani ndonjë pyetje për çfarë dëgjuat. Edhe ka pa një mesazh pa lexuar edhe ato. Pash diçka me mesazhe me ilaçe. Doja të them diçka në lidhje me ilaçe. Atëherë, ka një e ke hequr ankthin, neve në integrim apo në shërim nuk duam të heqim asgjë. Në qoftë se ti do ta heqësh ankthin, qasja jote dhe ndjenja që ti ke ndaj anktin e ti e shikon si një gjë të keqe. Në momentin që ke këtë qasje, këtë mënyrë të parur për këtë gjë, që aty e bllokon shërimin tënd. Po flas për shërim të vërtet. Nuk po flas që të pish ilaçe apo ta kalosh për 1-2 vite dhe pastaj të kesh një episod tjetër. Shikoj, ankthi nuk është asnjë gjë, është emocion, është thjesht shumë kalimtar. Por duke qenë se e shohim si gogol, duke qenë se e shikojmë të frikshëm, atëherë ne do duam ta heqim një gjë të frikshme. Por jo, terapia emocionale dhe somatike, pra kur jemi të lidhur me trupin, nuk e ka fare një qasje të tillë, nuk është një gjë që ne duam të presim diçka edhe ta zhdukim dhe ta heqim. Në momentin që kemi këtë qasje, ne kemi zero pranim ndaj kësaj gjëje. Neve jemi mbajtëse dhe në fakt ankthi apo çfarë do lloj emocioni tjetër apo persona të ndryshëm që duket sikur na shkaktojnë gjëra, ne i quajmë lajmëtar. Dhe sa të merremi me të tjerët, apo sa do duam të heqim ankthin, ne themi cila është arsyeja që ti je këtu. Çfarë ka ndodhur? Cila është kjo frikë? Çfarë do të më tregoj? Me çfarë lidhet? Dhe po të hym edhe më thellë në terapi, e shpalosim plotësisht se me çfarë lidhet, si është krijuar, pse është krijuar, si përpiqet të mbrojë, nga çfarë dinamikash familjare, si ta trajtosh tani. Aty bëhet tamam puna më e madhe dhe më e thellë. Kështu që nuk është çështja ta heqësh, çështja është ti të kesh kapacitet për ta mbajtur kur ai aktivizohet. Dhe rritja e kapacitetit është një sfidë më vete apo një ndër aftësitë që neve është e nevojshme patjetër të zhvillojmë. Nuk e di si ku të la kjo pyetje, kjo përgjigje, ndjes. Okej. Mund ta bëjmë që ta drejtojmë tani bisedën me ndonjë pyetje që keni, është më e mirë kështu në fakt. Apo me ndonjë çfarë do lloj gjëje që të kene. Jam shumë kurioze në fakt se si vjen ky informacioni nga perspektiva juaj kur e dëgjoni në këtë mënyrë apo jam shumë kurioze në fakt. Po do jemi, unë kam hapur dhe kanalin, nuk e di nëse e dini, kam hapur dhe kanalin tani sot në Instagram, që do flas shumë, do jap shumë content në lidhje me këtë gjë, me voice, me video të shkurtra, me fjali, mund të marr kote nga gjëra që nga materiale që unë kam dhe i hedh aty copy paste, si të më vi. Jam shumë kurioze. Dhe çështja e pyetjeve ose mungesa e pyetjeve tregon edhe ku jemi me informacionin, ose sa të afruar jemi me informacionin apo sa të familiarizuar jemi me informacionin. Ajo se çfarë më vjen të them është që një ndër qëllimet kryesore që do kishte shërimi apo integrimi emocional do ishte që neve të mos
reagonim ndaj njerëzve apo ndaj gjërave, po të ishim ato të cilët përgjigjemi ndaj situatave. Por reagimi është automatik dhe reagimi për shembull ka të bëjë me faktin që nëse dikush më thot një fjalë të caktuar, apo ndodh një event apo dikush më thot një gjë që unë triggerohem apo unë ngacmohem emocionalisht, unë me këtë person, për shembull, mund të mërzitem, edhe nuk dua të flas, iki, fap. Ky është të reagosh. Sepse po të hym thellë dhe po të bënim, po ta zhbëriloni me ndonjë trajnim në një gjë që mund të bëjmë bashkë apo të qoftë edhe në një, ne do kuptonim aty që dikur më përpara, kur një person të ngjashme situata, mua më kam bërë të ndihem, le të themi, i mërzitur apo të besoj për veten që jam i parëndësishëm, unë jam mërzitur shumë. Dhe unë kur jam mërzitur shumë, unë nuk kam fuqi të flas. Unë dua thjesht ikë nga ty, nuk dua të shoh. Ose një reagim tjetër do ishte, ku të thua ti ashtu? Domethënë mund të ishte me inat, mund të ishte me reagim shumë të madh. Pra varet se si jemi programuar, le të themi, të sillemi kur ndihemi në mënyra të caktuara dhe kur besojmë për veten në mënyra të caktuara. Okej, Elda, pra ngasia, mua më ka pankthën shumë gjatë verës, sidomos kur shkoj në përdasma, më bllokohet koka mbrapa, më merret fryma, më shtrëngon krahërori, më re zemra. Elda, e para, nesër te masterclassi dhe pjesa që mungon do të jepet fiks gjëja që ti duhet të insertosh në jetën tënde kur ndodh kjo lloj gjëja. E para. E dyta, ajo që më tërheq vëmendjen është që ndodh kur është në dasma. Kështu që ka një mendim aty, nuk e di, çfarë të shqetëson kur shkon në përdasma. Domethënë, çfarë është ajo që mendon se do ndodhë, ku cili është shqetësimi yt se po shkon tek dasma? Domethënë, ku është aty ajo gjëja që të ngacmohet? Në këtë rast, triggeri për ty është eventi, që është dasma. Dhe me këtë trigger ti ke një ankth, një reagim. Po më shumë nuk mundet të them se nuk e di më shumë se çfarë ndodh brenda mendjes tënde. Nëse ti vetë diosohesh dhe kupton se cili është pak a shumë mendimi që mundet të jepi akoma edhe diçka më shumë. Por përgjithsisht është e rëndësishme që patjetër të hysh edhe ti si ne të gjithë rrugtimin të integrimit emocional, ta gjesh në trup ku e ke ankthin dhe të rish me atë ankthin ashtu sikurse ai është. Në këtë rast që më thua mua më shtrëngon krahërorin, pra, merret fryma në zemra, po, pra shtrëngim, pra këtu e ke shtrëngim në krahëror. Duhet të rish goxha kohë me këtë pjesën këtu që e ke të aktivizuar derisa ajo të fillojë të qetësohet pak e nga pak. E dashur në këtë që thua, kuptoj që ti nuk e kaluar ankthin si depresion, të më falësh për të vuash në ankth është një dhimbje shpirtit që nuk dua të dëgjoj kurrë. Të më falësh. Ankth të vuaj, jo, nga asnjërat në fakt nuk kam pasur të vuaj, por unë punoj ditë për ditë me lërimet e mia emocionale në trupin tim. Edhe kam shkuar edhe kur kam qenë 1 vjeç me veten, edhe kam ndier terror shumë të madh brenda vetes time. Dhe kam qëndruar me atë emocion dhe kam procesuar. Kështu që nuk ka lidhje të kesh vuajtur apo jo. Rëndësi ka të dish metodën, qasjen, të kesh kapacitetin për ta bërë një gjë të tillë, të kesh lidhje me trupin tënd, të kesh vetdije mbi trupin tënd emocional, me emocionet e tua, të rish aty me to pa e pasur problem që ato janë. Në momentin që zhvillohen këto aftësi, atëherë kaq është e nevojshme. Okej. Tjetër, çfarë mund të themi diçka tjetër? Elda, faleminderit. Është shumë e mirë, unë duket sikur se zakonisht tek këto workshopet e këto, më tepër është diçka është shumë praktike gjëja, është përsi shumë praktike. Domethënë, flitet shumë pak dhe kalohet komplet në praktike. Apo nëse ka një rasti thuhet, cila është situata, pra bëhet shumë praktike dhe nuk është aq më teorike gjëja. Dhe në momentin që e shikon kur bëhet praktike, ashtu i hyn më thellë dhe ashtu e kupton më shumë dhe është shumë eksperienciale, domethënë si gjë, nuk është vetëm kështu
teorike si diçka. Atëherë Ilda, them të rëzohem, kam frikë, s'dua të dal, të kërcej, zhurmas, muzika s'më pëlqen, dikur kisha shumë qejf, të shkoja të kërceja, të rregullohesha, tani akoma ka ardasma, kur filloj përgatitem, fillon dhe më kap. Okej. Shiko, kur me momentin që do të izolohesh dhe të rish brenda, do thotë që ke një gjendje shumë të ngarkuar në nivelin e sistemit nervor. Duket sikur ka arritur një moment që është shumë ajo se çfarë po ndjan, përveç frikës, do thoya që jetë goxha e mërzitur brenda vetes tënde. Them se do rëzohem. Okej, kjo është një mendim, por nuk është fillimi. Kush e di si e ke, mbase ke turp, mund të kesh patjetër edhe turpi se do të shohin njerëzit e tjerë dhe nuk do të fliqesh, apo kjo kultura e turpit që dikush ka një problem emocional dhe asociohet sikur është një person me shumë probleme. Janë thjesht emocione, s'është asnjë lloj gjëje. Unë mendoj Elda që mund të bësh disa meditime të shërimit që i kam në YouTube. Nga ana tjetër, mund të them atë që mua më ka thënë mentore ime, që bëj një 2-3 seanca për të kuptuar pak më shumë se çfarë do thotë lidhesh me trupin dhe çfarë do thotë ta shërosh trupin. Dhe kjo zakonisht bëhet, ja merr ti tema, kjo zakonisht bëhet kur ke një prezencë që të shikon nga ana tjetër. Zakonisht personi që bën terapi për subkonsciencën e klientit apo e pacientit është një prind i munguar. Është prindi i cili atje prezencën, sigurinë që është e sigurt ti jesh këtu, është e sigurt dhe e pranueshme dhe plotësisht e vlefshme, të kesh emocione që po t'janë. Dhe kjo bën që personi që është përballë në këtë rast meje, fillon dhe ai qetësohet. Pra është pasqyrime. Momenti që unë jam i prezencë, e tokëzuar, e sigurt, e qetë, kjo fillon të bëhet edhe për ty, gjendja jote. Dhe në momentin që ti fillon të jesh e sigurt, ti ke më shumë mundësi të lidhesh me trupin tënd. Trupi jot ndihet i sigurt me ty. Dhe kur trupi jot ndihet i sigurt, ti mundet të rish akoma më shumë me këto gjendjet emocionale, me frikën që më thua, që ke brenda teja. Pra, atë se çfarë neve nuk duhet ta kishim marrë nga marrëdhënia me prindrit që në foshin, që është bashkë rregullimi emocional, në këtë rast të gjë e imiton marrëdhënia terapist klient apo pacient. Unë i them klient se pacienti për mua është fjalë trigger për shembull. Pacienti më duket sikur është një person që ka një gjë shumë të rëndë dhe jo, absolutisht. Të gjitha janë gjendja të kalueshme, të përballueshme, ama është e nevojshme të jetë kapaciteti brenda çdo individi për ta mbajtur këtë gjendje. Dhe ajo se çfarë po ndodh sot në botë është që kapaciteti brenda këtij individi nuk është për ta mbajtur vetë ai, dhe prandaj fillojnë të bëjnë terapi. Por më e rëndësishmja është që të jenë terapi me bazë të lidhur me trupin, jo vetëm mendore, jo vetëm të ndryshojnë mendimet nga negative në pozitive, por të ristrukturojnë apo të sfidojnë mendimet negative, por të jemi këtu, sepse trupi është porta. Në momentin që unë rri i lidhur me trupin dhe zhvilloj gjithmonë më shumë vetdijen time emocionale, atëherë trupi ka më shumë besim tek unë të më tregojë më shumë nga shtypjet e emocioneve të veta, dhe sa më shumë shtypje të dalin, sa më shumë frika të dalin në sipërfaqe, atëherë ato metabolizohen. Dhe kur ato metabolizohen, trupi her pas here është më i lehtë, dhe ti Elda në këtë rast do isha ajo që do thoja do ikë tek dasma. Ndjej akoma pak frikë, por mund të ikë, mund ta përballoj. Pra të ndryshon qasja, të ndryshon sjellja, të ndryshon mënyra se si ndihesh, ndryshon pak nga pak e gjitha. Pse? Sepse lehtësohen barrat emocionale të shtypura prej vitesh. Kaq mund të them në këtë pikë në live ku jemi me njëra tjetrën. Jo, kjo do më rrëzojnë, më vjen si diçka, më vjen sikur ke aq shumë edhe do biesh, pra është rënja power, mund ta shohësh vetëm, mendoj unë, aludoj, e pafuqishme, do bie, nuk më mbajnë këmbët. Pra, kjo tregon që kur dhe trupi bie,
Imagjino se e ngarkuar është i gjithë sistemi, nga që ka një frikë se kur do bie, do shutdown, pra është gjendja e tretë e sistemit nervor, është shutdown, është fikur. Pra ashtu si shfiket gjendja, bie edhe trupi dhe kjo është. Kështu që duhet të bërë sa më shpejt diçka shumë të thellë me këto. E dona, o shpirt. Sot më kujtove. Hapa kanalin dhe më e mund që ti e ke pas edhe që e ke akoma. Aty e kam. Ok. Elda, thjesht provo të bësh provo të bësh meditime dhe shërime që kam atje, ose pastaj të kalosh në nivele më të thella. Ka vjen një farë pike që kemi nevojë për dikë tjetër. Elda, e kuptoj. Okej, nëse keni ndonjë pyetje dikush tjetër, ose tani, nëse nuk keni pyetje, atëherë unë, meqense dhe Elda është këtu, apo i gjithë të tjerë, do t'ju oftoja, nëse jeni diku në një hapësirë të shtëpisë tuaj, të shkoni në një hapësirë ku nuk do shqetësoni nga dikush. Okej, bëjmë një ushtrim të shkurtër të gëzime, thjesht për t'u lidhur pak më shumë me trupin. Okej? E bëjmë këtë gjë. E bëjmë pak më praktika. Ndërkohë, përpara se të fillojmë këtë gjë, do ju bëj aftesën për të qenë nesër në orën 8 së bashku në masterclass. Edhe pse është dita e fundit edhe për të marrë pjesë, gjithsesi të interesuar më shkruajnë në DM, ndërkohë mbasi do mbyllim live dhe flasim atje. Okej, atëherë, çfarë ndodh? Grounding është të gëzohemi, nuk është meditim, por më tepër është rritja e vetëdijes për atë se çfarë është prezente tani në trupin tim. Pra, kur bëjmë zhvillim emocional apo bëjmë shërim emocional, ne nuk bëjmë vizualizime, le të themi. Ne nuk mendojmë, si them unë ty, një dritë të parë që futet në trupin tim dhe më heq emocionet. Jo, sepse nuk e shohim si një qasje të duhur këtë gjë. Është një dritë që do të heqë atë që është. Kur ne atë që është e kemi thesar për ta zbuluar më shumë dhe për të marrë mesazhin që ajo gjëja, qoftë ankthi këtë rast që kishte Elda, që ka Elda, po na tregon, po na çon diku tek rrënja, aty ku është zhurmimi emocional, nga aty ku fillon e gjithë le të themi patologjia që ne mund të kemi, ajo e brendshme, ajo e pashëruar, në qoftë se duam të heqem, është e kuptueshme si ndjesi se je i lodhur, por të bllokon rrugën ta shërosh veten në thellësi. Që është një zgjedhje që secili mund ta bëj vetë, sepse mund ta bësh edhe me ilaçe, patjetër me ilaçe. Ka shumë njerëz që përdorin ilaçet, por ne ilaçen apo sedatimin, që është sedation, pra të sedatohemi, të qetësohemi, është thjesht një mënyrë për të mos ndjerë trupin tonë emocional, është një rezistencë në vetvete, është një frikë. Kështu që prap nuk jemi duke ju qasur në mënyrën më të avancuar apo në mënyrën më të duhur. Kjo është idea. Atëherë, ndjej shumë babe dhe una. Atëherë po e bëj së bashku me unë. Grounding, ne në fakt kur hym në workshopet apo në labse, në laboratore, apo që në fillimin të një sessioni që bëjmë kudo, këtu ku e kam bërë trenimin, ne bëjmë gjithmonë një grounding dhe të gëzim, pra është një mënyrë shumë e mirë për të parë, që po ndjen tani trupi im? Ku jam unë? Cila është eksperienca ime? Sepse eksperienca në vetvete është ajo se çfarë unë po ndjej. Eksperienca është përjetimi është emocione. Prandaj emocioni ka kaq shumë rëndësi. Aty ku ndodheni, mjafton të mos jeni duke i dhënë makinës, mund ta bëni këtë gjë. Sa më të qetësuar, sa më në privatësi, akoma edhe më mirë. Okej? Atëherë,
Ullur apo shtrirë nuk ka rëndësi fare, thjesht rrini ashtu si keni nevojë të rrini fillimisht. Kuptojeni këtë gjë çfarë do thotë për ju. Dhe fillimisht ta kalojmë vetdijen nëpërmjet shikimit, duke parë ambientin përreth jush. Mund të filloni me qetësi dhe me ngadalësi të gjeni 5 objekte që ju tërheqin vëmendjen për mirë. Shkoni tek i pari dhe rrini atje, vëzhgojeni. Vini re ngjyrën, dritën si i bia, dhe materiali. Tani kaloni tek një objekt i dytë që keni dëshirë ta shikoni. Përshkoni ngjyrën. Dritën që i bia. Materialin. Kalojmë tek një objekt i tretë që ju pëlqen, ju bën mirë kur e shikoni. Shikoni ngjyrën. Dritën. Materiali. Kalojmë tek objekti i katërt. Ngjyrën. Dritën që i bia. Materiale. Dhe tani tek i pesti. Ngjyrën. Dritën. Materiale. Dhe tani kalojeni vëmendjen në gjithë trupin tuaj. Skanojeni dhe bëhuni kurioz vetëm për ndjesi fizike që ndjeni në trup. Kërkoni akoma edhe më shumë ndjesi të tjera, duke i pranuar. Vjerë nëse ka një pjesë të trupit tënd që e kërkon më shumë vëmendjen tënde.
Qëndro me atë pjesë të trupit. Ndjeje. Kuptoje si ndjehet fizikisht, si i kanë ndjesit fizike. Nëse ndjen se ndjesit mund të thellohen, është okej. Lëre të jetë. Pak e nga pak në kohën tënde mund të vish këtu me ne të gjithë, duke hapur syt nga dalë dhe duke lëvizur nga dalë, dhe gjithmonë duke kuptuar si po ndjesh pas këtij tokësimi nëse vën re çfarë do lloj diferencë qoftë minimale. Jam shumë kurioze për ata që e bën ushtrimin apo tokësimin, të shkruaj në komente çfarë do lloj gjëje që vun re në trup, kur u lidhen me trupin, nëse u lidhen, çfarë vun re. Për shembull, unë aktualisht duke e bërë ushtrimin, voj re që kam tension tek pjesa e mbrapsme e kokës. Pjesë të tjera të trupit i kam të hapura, i kam të lira. Pjesa ime e mbyllur, le të themi, është pjesa mbrapa te koka. Çfarë vutre ju? Cila ishte për ju? Jam shumë kurioze, thjesht si ishte. Mos e kuptuat, edhe Elda nëse Elda e bëre. Është me të vërtet një kohë e gjatë që është me të vërtet një eksperiencë e re, është tamam një rrugtim ky zhvillimi, si çdo rrugtim. Mbaje vëmendjen atje Elda, e ka pjesën e kokës mbrapa si lëmsh të bllokuar. Qëndro me atë ndjesin. Mund të duhet të rish edhe 30 minuta pa folur fare me atë ndjesin. Thjesht ta mbash, ta mbështesësh, të jesh aty për të. Çfarë do të thoja? Përgjithsisht, ose jo përgjithsisht, në 100% të rasteve, një mërzje për një shqetësim që kemi në tashmën tonë lidhet plotësisht me të shkuarën tonë. Dhe nëse e gjurmojnë në mënyrën e duhur, përgjithsisht që mund të jetë ose në një grup trajnimi, ose në seanca 1-1, do e gjejmë që lidhet me fëmijërinë. Dhe këtu hyn në lojë se sa e rëndësishme është lidhja me veten e vogël, lidhja me veten e brendshme, në mënyrë të tillë që sinqerisht ndryshon njeriu që ti je. Dhe ajo se çfarë ka ndodhur në thelbin tonë në formën e një besimi të limituar është që unë jam i pavler. Unë jam i pamjaftueshëm,
unë jam i parëndësishëm, unë jam i keq, ka diçka që nuk shkon me mua, unë jam i pafuqishëm, unë jam i pa shpresë. Unë nuk kam vlerë për të dashur, unë jam i padukshëm, unë jam i vogël. Të gjitha këto janë besime rrënjë që ne i kemi marrë në ambientin ku ne jemi rritur dhe e kemi 100% pa përjashtim të gjithë. Këto besime të shoqëruara me traumën emocionale janë ato që e kanë, le të themi, veshur trurin ton apo mendjen ton dhe mendjen ton. Dhe ne sot mund të jemi 30, 35, 40, 50, 60, por përgjithsisht jemi fëmijë të vegjël akoma. Dhe zhvillimi emocional është më i pazhvilluari nga zhvillimet e tjera. Për shembull, zhvillimi kognitiv, kjo është një botë kognitive, kjo është një botë mendore, kjo është një botë më shumë psikologjike, kjo është një botë që ka një teknologji shumë të zhvilluar, kjo është një botë që është shumë e zhvilluar në nivelin e argumentave, kjo është një botë e cila është shumë e zhvilluar në sensin le të themi edhe të përdorimit të mendjes, nëse je një person që e arsyeton shumë diçka, apo ke arsyetimi brenda teje. Edhe pse totalisht është dhe një mendje totalisht dhe primitive, sepse përgjithsisht jemi të ngarkuar vetëm nga mendimet negative dhe nga besimet e limituara, por në nivelin e zhvillimit emocional është ai më pak i zhvilluar nga të gjithë. Le të themi në nivelin e zhvillimit emocional mund të jemi aty, në sensin 5 vjeç, 6 vjeç, 3 vjeç, 7 vjeç, në kuptimin se si reagojmë kur emocionet na vijnë. Dhe për shembull, një i rritur, nëse është rasti për shembull që kam shumë frikë, i rrituri i cili e ka pasur procesin e zhvillimit emocional në mënyrë të duhur, gjë që kjo lidhet nga marrëdhënia me prindin, ka kapacitet mbajtës, e mban emocionin, e lejon aty, e proceson, e bën, ai lehtësohet, reduktohet edhe shkon bën X-in apo Y gjën. Por, duke qenë se ne nuk kemi fare marrëdhënie me trupin ton, si mundet ne ta shohim trupin ton. Pra, kemi disa pengesa përpara që na i kemi gjatë ndodhura, të cilat neve nuk na lejojnë që ne të bëjmë një punë të mirë me veten tonë dhe të çmontojmë këto korniza që jemi të ngurthyer, dhe nga ana tjetër të jemi ata të cilët emocione nuk e shohojnë si një armik, po të jemi ata që emocionin e shikojmë si thjesht një energji në lëvizje brenda trupit tonë, që është kalimtar, është thjesht duke lëvizur, edhe kaq. Por nuk është kaq, e gjithë gjëja që përmban zhvillimin emocional, por ky le të themi është ai fokusi që më erdhi ta mbaja sot. Oh, sa bukur Migena, shive pra. Unë e kam bërë shumë herë meditime shërimi fëmijës së brendshëm, mbas 10 herëve që e kam bërë, kam qenë shumë, edhe atëherë e kam liruar veten nga turpi të folur dhe heqjen e barrave. Pra, ka pasur një bllokat nga turpi të folur, ka pasur shumë turp dhe duke e ribër, sepse stres mbas strese, ti bravo të qoftë, ja ma kujtove si meditim, e di apo nuk. Okej, keni edhe këtë meditim nëse doni ta punoni kështu në me veten tuaj. Më vjen shumë mirë, sepse është meditim që unë atë e kam bërë me shumë shpirt, është e vërteta. Kjo është ajo gjëja e rëndësishme që kisha ndërmend dhe doja t'ju thoja. Mund të bëni një share kështu, join në kanalet që kemi, kanali do të jetë komuniteti jonë. Shqipëria është një vend i cili ka shumë nevojë për zhvillim emocional dhe një gjë që më erdhi të them. Kur isha në një tek ky trajnimi që kam bërë, na ishte 1 vjeçar, edhe tani unë aty jam stazhier, jam intern, pra praktikante, edhe do hyja tek këto që bëjnë atë që kam bërë unë, që bëjnë seanca kështu prova, demo, sesione, edhe po shikoja një gjë, se sa shumë të updateuar janë me informacione, me fjalën që përdorin, me terminologjinë, në lidhje me trupin, me zhvillimin le të themi emocional, dhe sa e vështirë është njëkohësisht që të lidhe me trupin. Pra, kjo lidhja e trupit është diçka botërore.
nuk është diçka e jona. Ato që kanë më shumë, letimi kanë informacionin më shumë, janë më afër informacionit, jo të gjitha, ata që janë pjesë e këtij letimi këtij komunitetit të shërimit, le të themi. Por pavarësisht është informacioni, pavarësisht aty psikolog, psikoterapist, coach, njerëz që punojnë me forma nga më të ndryshme, që kanë një bazë në sensin e një trajnimi të shëndetit, le të themi, në çfarëdo lloj fushë ku lidhet shëndeti. Edhe doktor, pra, ka. Kur vjen puna tek trupi, aty është barriera e parë. Kështu që jemi gjithë bashkë në këtë rrugtim. Unë jam shumë e lumtur që vite më përpara e ndoqja intuitën time, sepse isha me dy trajnime për të bërë, një tjetër s'kishte lidhje fare me këtë, edhe unë thjesht e kam vendosur direkt që do bëja këtë. Është një proces i gjatë, është një proces që ka aq shumë brenda sa pafund, nuk e di, por jam shumë e lumtur që erdhi momenti që jemi së bashku. Jam shumë e lumtur që kam mundësi ta sjell këtë gjë kaq shumë të avancuar këtu mes njëri tjetrit dhe në Shqipëri. Patjetër që ky masterclass i nesër është vetëm një portë e parë e kësaj gjëje, por doja t'ju thoja që është bërë me shumë dashuri, sepse jam duke referuar mbi rreth 20 referenca studimesh dhe studiuesish të fushës në lidhje me zhvillimin emocional, lidhje me traumat, në lidhje me zhvillimin emocional, po e fus në këtë terminologji të gjitha. Kjo që është një ligjërat goxha edhe shkencore, sepse është e bazuar në referenca, nuk është thjesht një apo dy autor, është shumë e gjerë dhe është shumë e zhvilluar. Kështu që kushdo që e ka marrë informacionin e Mirëpres, apo kushdo që ka bërë pakesën e Mirëpres, dhe të tjerë që janë ende të nxitur për ta bërë këtë gjë, më shkruani në DM edhe vazhdojmë flasim aty me njëri tjetrin. Do shihemi në live të tjera, kjo është thjesht i pari. Do ta gjeni në podcast, në YouTube pra, të Frank Economy podcast të hedhur dhe sa më shumë informacion. Vetëm sa më shumë informacion, është shumë e nevojshme. Edhe shihemi nesër në masterclass. Falenderoj të gjithëve që ishit këtu. Është shumë e bukur që të rilidhen prapë me njerëzit, edhe thjesht kjo ditë 27 që interesante është numri i ditëlindjes, le të themi shënjoj këtë fillesë, kështu që është një augur shumë i mirë dhe patjetër që do të jetë. I falenderoj shumë, kam një vlerësim shumë të madh për të gjithë ju që jeni nga fillimi deri në fund duke e dëgjuar, sepse kemi nevojë për njerëz që e nisin këtë rrugtim, sepse ne ndihmojmë njëri tjetrin, por mbi gjitha bëhemi katalizator në ndryshimin në marrëdhëniet më të ngushta që kemi me prindrit tanë, me shoqërinë tonë, me kolegët tonë të punës, me fëmijët tanë, me partnerët tanë. Ne jemi katalizator të vërtet, jo vetëm të ndryshimit si një fjalë gjenerale, por e sigurisë në marrëdhënie. Ne duke punuar me veten dhe duke u drejtuar nga profesionistë se si të lidhemi me veten, se ta gjejmë veten, nevojat tona, shumë gjëra o Zot, një labirinth është kjo puna e këtij zhvillimit emocional. Ne këtë gjë që kemi të zhvilluar me veten e trajtojmë dhe tjetrin në këtë mënyrë, siç ne kemi filluar të trajtojmë veten, dhe tjetri merr një ajër të ri, një erë të re, një përjetim të ri, se si flitet, se si dëgjohet, se si mbahet dikush. Edhe mund të jemi aty, mund të qetësojmë dhe mund të japim mbështetje jo vetëm vetes tonë, por edhe njerëzve përreth. Prandaj është kaq shumë e fuqishme kjo punë. Ju falenderoj edhe ju dua shumë. Ciao në të radhës.